Ideja ishte që mua më ulën në shumë shkallë, unë kisha gati 4 vite që investoja, dhe më propozuan një vend që ishte zërës e fillestar dhe me një rrogë më të ulët, dhe unë nuk e pranova. U largova e thash faleminderit, por unë po vazhdoj jetën. Isha në mes të rrugës pastaj. Ngele pa punë fare. Pastaj ngela pa punë fare, po se ishte një shkëputje që unë se prisja. Unë prisja normalisht. Ndodhet ca budalliqe të tilla në fakt. Ndodhet gjithmonë në media, edhe je kështu papritur ofendohesh. Është e çuditshme që je s'ke një shpjegim. Në media, ndoshta ndodhin vende të tjera. Po. Po kam përshtypjen që në media është më e shprehur sepse është dhe lloji i punës i tillë që ti mbyll sezonin për shembull, edhe aty nuk i kushtojnë gjë që të fusi një film në vend të programit tënd, domethënë një lehtësisht e zëvendësueshme. Pastaj un kam shkuar tek Kiss FM, ka qenë Gerta Heta atëre. Dhe ndërkohë gjithkohës ju tash ishit shoqe juve. Te Paloma vazhdonte punën gjithkohë. Kam pasur një rubrikë in and out në fillim, pastaj bëra edhe rubrikën tjetër, Scanner, që ishte pak më e zgjeruar si rubrikë. Dhe ndërkohë shkova bëra audicion në Kiss FM. Fal, paguhesh edhe Paloma? Po, te Paloma patjetër. Po të vogla, se ishin honorare. Po, isha me honorare, po. Dhe kur shkoj atje, Gerta më thotë më pëlqeve shumë, mua më pëlqen edhe humori jot dhe kjo ironia, këto ngacmimet që ti bën, por nuk kemi buxhet dhe unë nuk e miratoj dot buxhetin tani sepse ka filluar emisioni. Do të duash si një provë, le të themi, mund të fillojmë.